E thash edhe në vaz, ka thënë pejgamberi alayhis salam, ela unabbiukum ala akbaril kebair. Tha t'ju lajmëroj për gjinafet më të mëdhajat e më të mëdhajave. Pra jo gjinafet mëdhaja, më të mëdhajat e më të mëdhaja. Kulna bela ja Rasul Allah, po i dërgumi Zotit, dum të atim të shumë. Tha el ishraku billah, tha ti bësh Zotit shok dhe ortak. Pra Zotit vërtet që ti ka dhënë gjitha këto të mira, ti i shto dhe zotra tjerë nga pasioni jot. Zotit që krijoi qiellin dhe tokën, i mvesh atij krijesat tjera që kanë cilësi hyjnore. Ky është shirku. Ose Zoti na fal, heq nga skena Zotin e vërtet dhe adhuron Zot atreshëm. Siç e bëshin Mekasit në Mekë me 360 idhujt. Kjo është ajo në cilën ne po shkojmë sot, një pjesë e shoqërisë sone pa imagjinueshme. Tha ti bësh Zotit shok është gjinafi më të mëdhajave më të mëdhajave. Than po pastaj, tha uqul walidej, tha mos respektimi prindërve. Të rinjt kur s'do ta marrin mirë shumë këtë gjë, se është super gjinaf. Gjinaf shumë i madh. Jo, asha lillah. Jo me vra prind, po me lëndu prind është gjinaf i madh. Me vra prind i kushkatrov. Prandaj pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thënë, kënaqësia e Zotit ke kënaqësia prindërve. Hidhrimi i Zotit ke hidhrimi i prindërve. Gjithë jemi dëshmitar që kur lind fëmia është gëzim i madh, por është dhe sprovë e madhe. Bashorti dhe bashortja nuk janë më aq të lirë për t'u kënaqur, për të qenë afër njëri tjetrit sa kur kanë fëmijë. Dhe gjithë kjo sprovë, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo djers, gjithë kjo përkushtim dhe ti rritesh dhe e vret. Kjo është ti prishësh gjithë ekuilibrat e kësaj bote. Prandaj ka thënë gjinave dhe më të mëdhajave ka përmend dytën mos respekti prindërve.